me Turqinë. Në fakt, se përket pyetjes konkrete, nëse neve kemi mundësi që të ketë armatime, më shumë se sa ato që janë promovuar, unë personalisht nuk kam një informacion të tillë dhe nuk mendoj sepse Kosova, përkatësisht politikanët e Kosovës, përfshirë këto dhe ministrin e mbrojtjes dhe kryeministrin, mund të themi kanë bërë garë për të promovuar kapacitetin e Kosovës se përket armatimeve, kanë promovuar edhe dronët, kanë promovuar edhe gjëra të tjera dhe nuk mendoj që Kosova deri më tani ka vepruar duke qenë diskrete sa i përket çështjes së furnizimit me armatim, madje është bërë gara dhe akoma pa arritur armët të gjitha duke promovuar se kanë arritur edhe kemi pasur raste kur u fol për shembull për ardhen e gjithë dronëve Bayraktar, kujtohet se bashkë kemi diskutuar derisa në flotën e Forcës së Sigurisë së Kosovës nuk ishin ardhur të gjithë, madje kishte mohuar apo kishte pamundsuar qeveria e Kosovës që të ketë qasje media në çështjet e armatimit të cilat kanë sjellur. Nuk ishte obligim i Ministrisë së Mbrojtjes së qeverisë, presidencës, apo edhe institucione tjera që tregonin nëse kishte ardhur një kontingjent, po thjesht kjo është bërë për të promovuar punën e tyre, edhe pse thash kjo është prodër të planifikimit 2018-2028. Unë mendoj që po mirë që e ceke, sepse shikuesit mund të mos ta kuptojnë. Pra është planifikuar që nga viti 2018 deri në vitin 2028 i gjithë ky armatim dhe nuk ka të bëjë madje asgjë as me rrethonat e sigurisë që eventualisht mund të ndryshojnë ashtu siç ka nisur një vit më ndryshe për gjithë globin? Jemi të sinqert sepse siç thash edhe një herë në kuadër të procedurës apo planit 10 vjeçar për transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, e cila deri në vitin 2020 do të kalojë nga Forca e Sigurisë në ushtritë të Kosovës, është parapor edhe ky lloj furnizimi armatim, madje kemi edhe vonesa sidomos në kontingjentin e fundit i cili për dallim prej domethënë dronëve ready to fly që kishin orë para afatit sipas kontratës, në rastin konkret kemi vonesë dhe pikërisht është kompania apo shteti turk i cili ka pasur probleme në procedurat e përfundimit marrëveshjeve apo kontratave sipas zotimeve që janë bërë dhe mund të them që thjesht është një zbatim i planifikimeve, zotimeve që ka pasur Kosova dhe kontratave që ka obligim dhe shtetore tek saportimi të Republikës Kosovës. Unë nuk duhet t'i bëj, mund të themi, promovim punës së atë pas dhe nikosisht të mundohem që ta zbej natyrën e angazhimit të institucioneve tona, po thjesht është një planifikim 10 vjeçar i cili është parapor në detaje dhe kjo është njëra nga veprimet e radhës zbatimit të këtij planifikimi. Mirë, shoh se çfarë mendimi ka për këtë miku tjetër Brahaj, Sokol? Keni përshuar diçka? Po, në fakt planet janë bërë përpara dhe unë e thash domethënë që kjo marrëveshje se mos për këto armë që janë bërë për këto raketat që kanë ardhur në Kosovë janë të nënshkruara shumë vite më parë, jo nuk janë bërë që hajde erdhan në pazar Stambollit dhe po ble diçka do kthej. Kjo është kurse për numrin e tyre, më fal, por ndoshta unë nuk e mendova që po qeveria e Kosovës mund të kenë nxjerrë të gjitha ato çfarë kanë ardhur, domethënë kontingjent që ka ardhur. Në njëjtin mendim sepse shumë kush e mendon se duhet të ruaj diçka dhe sigurisht qeveria e din më mirë. Patjetër që profesori fole dhe ajo është shefi i sigurisë, ajo është për atë punë, por unë e shoh krejt ndryshe ndoshta edhe vetë nga që jam në një shtet që është shumë i fortë ushtarakisht, që në të vërtetë që 10% diçka tregohet domethënë sa për ta dhënë atë mesazhin e duhur, por edhe Kosova unë nuk mendoj që kanë treguar të gjitha atje, pavarësisht se krahu i qeverisë së sotshme, pra Albin Kurti me shokët e tij, nuk janë njerëz të pushkës e të armës që kanë luftuar nëpër male, por gjithsesi përsëri ata nuk them që nuk e mendoj dot, domethënë edhe mund të jetë me patjetër, por nuk e mendoj dot që i kanë nxjerrë të gjitha fotografitë aty me ditët tonë dynjaja siç ka kanë bashkë qetor, por edhe ban vaki, domethënë edhe ban vaki tani sa janë fituar zgjedhjet edhe duhet një ndoshta edhe ban vaki, po unë nuk mendoj, domethënë nuk e mendoj nuk do duhej. Nuk do duhej të paktën. Po të paktën nuk do duhej. Mirë, Sokol, a pritet një reagim kaq i ashpër nga Aleksandar Vučić për gjithë këtë armatim, për këtë blerje të shtetit të Kosovës?
Deklaratat e tij kanë qenë janë dhe do të jenë, domethënë, por tashmë edhe Aleksandar Vučići edhe shumë të tjerë që janë prishës, pra që janë shkatërrimtar, që janë genocidbërës, që janë diktatorë, tashmë besoj që do ta marrin mësimin nga strategjia e zotit Trump që bëri në Venezuela, apo shumë shpejt do të jetë në Grenland, apo në Meksik, apo në Kolumbi, apo në vende të tjera, dhe nëse është e nevojshme për Amerikën, Putini nuk është, ai më falni, Vučići nuk është asnjë gjë, dhe ne anë në Shkodër i thomi Gonxhe që kur tani e Menera Lakshinin fillon me bërtit edhe më shumë, edhe Vučići tash ndoshta mund të jetë edhe nga funi